Qëndro larg atij për të cilin ka pak mohime, edhe nëse arsyet nga ana jote janë të shumta, sepse nuk është e tillë që çdo kush që flet keq për ty mund të justifikohet nga ti. Në këtë thënie të thellë të Imam Aliut, ai na kërkon të jemi të kujdesshëm dhe të vetëdijshëm për pasojat e veprimeve dhe fjalëve tona. Le të zbërthejmë kuptimin e saj dhe të eksplorojmë domethënien e thellë në dritën e Kuranit. Imam Aliu na paralajmëron të qëndrojmë larg veprimeve apo sjelljeve që mund të sjellin mohimin apo kritika nga të tjerët. Ai thekson se edhe nëse kemi shumë justifikime për veprimet tona, kjo nuk do të thotë që çdo kush që flet keq për ne mund të justifikohet. Për të kuptuar urtësinë pas kësaj këshille, mund të referohemi te Kurani. Allahu na kujton në surën Huxhurat, ajeti 11. O ju që keni besuar, le të mos tallen një popull me një tjetër, ndoshta ata janë më të mirë se ata, dhe le të mos tallen gratë me gratë e tjera, ndoshta ato janë më të mira se ato. Dhe mos ofendoni njëri tjetrin, dhe mos i quani njëri tjetrit mbi emra të shëmtuar. I shëmtuar është emri i mëkatit pas besimit, dhe kush nuk pendohet, ata janë të padrejtët. Për më tepër, Kurani na mëson në surën Huxhurat, në ajetin 12, që të shmangim dyshimet e kota dhe ligësitë pas shpine, pasi këto veprime mund të çojnë në përçarje dhe dëm në komunitetin musliman. Allahu thot: O ju që keni besuar, shmangni shumë supozime. Me të vërtetë, disa supozime janë mëkate, dhe mos spiononi apo flisni pas shpine për njëri tjetrin. A do t'ja hidhje mishin e vëllait tënd kur të vdes? Ju do ta urrenit dhe friksohuni Allahut. Me të vërtetë, Allahu pranon pendimin dhe është mëshirues. Këshilla e Imam Aliut përputhet me këto mësime të Kuranit. Ai na inkurajon të jemi të kujdesshëm për veprimet dhe fjalët tona, sepse ato mund të kenë një ndikim të thellë në mënyrën se si na perceptojnë të tjerët. Edhe nëse kemi justifikime të vlefshme për sjelljen tonë, kjo nuk do të thotë që të gjithë do t'i kuptojnë apo pranojnë ato. Prandaj, është thelbësore të jemi të vetëdijshëm për veprimet tona dhe të përpiqemi të ruajmë një reputacion të mirë ndër besimtarët e tjerë. Imam Aliu ishte i njohur për urtësinë dhe dijen e tij, dhe fjalët e tij në këtë thënie reflektojnë kuptimin e tij të thellë për natyrën njerëzore dhe rëndësinë e ruajtjes së marrëdhënieve harmonike brenda komunitetit musliman. Duke ndjekur këshillën e tij, mund të krijojmë një atmosferë uniteti, respekti dhe mirëkuptimi ndër muslimanët. Në përfundim, thënia e Imam Aliut na përkujton të jemi të kujdesshëm për veprimet dhe fjalët tona. Duhet të përpiqemi të shmangim sjelljet që mund të sjellin mohimin ose kritika nga të tjerët, edhe nëse kemi justifikime të vlefshme. Duke harmonizuar veprimet tona me mësimet e Kuranit dhe urtësinë e Imam Aliut, mund të forcojmë unitetin dhe harmoninë në komunitetin musliman dhe të fitojmë respektin dhe mirësinë e besimtarëve të tjerë. Allahu le të na udhëzojë të gjithë në rrugën e drejtësisë dhe të na japë urtësinë për të menaxhuar ndër veprimet tona me të tjerët.